Jozi ja plast në sy e Iglit pas takimit me Olsin, tjetri erdhi për të respektuar e thie hodhe kunja, ndërka që Igli shprehet sinqerisht edhe gjestit, më qanë zemra. Pas ditën e sotme, tensionet kanë marrë hodh brenda shtëpisë së Big Brother VIP, ku një debat i fortë është zhvilluar midis Iglit dhe Jozit. Shkak i përplasjes është bërë pikërisht takimi që Igli pati pak ditë më parë me ish-partnerin Olsi Bylykun. Jozi akuzoi Iglin për përdorimin e kunjave ndaj Olsit në këtë moment. Megjithatë, Igli nuk e ka lënë pa reaguar me këtë deklaratë të tij, duke theksuar se fjalët e saj nuk ishin thumba, por thjesht të vërteta që ajo ka ndier nevojën t'i thotë hapur. Teksa Jozi tha, 2 kunja ja hodhe, kunja ishin, e kuptova shumë mirë, edhe ditën që erdhi me të respektu prapi hodhe kunja, se kshu je ti, nuk ke cip ti, e ke lënë cipën jashtë. Nuk merrem me atë, merrem vetëm me ofendimet, pisliqet që ke nxjerr prej goje ti për shembullin më të lodhur që ke dhënë ti në këtë shtëpi, përfundoi Jozi, teksa Igli u kundërpërgjigj, nuk janë kunja për të vërteta, ma bën këtu me e thënë se kam 2 vite e capa e parë. A e kuptove ti, faleminderit, më vjen mirë, nëse i ke marrë si kunja më vjen mirë, po jam e vetëdijshme për çka kam nxjerr nga goja, respektin e kam pasur 10 herë më të madh dhe mund të nxjerr nga goja çka të dua unë. Ti shif çka nxjerr vet nga goja se unë baj përgjegjësi për të mijat. Tani vazhdoj merru me ish-partnerin tim, këto 3 ditët që të kanë ngelur atë bëj. I ka thënë Iglit teksa është larguar nga Jozi. Ajo ka përfunduar pas kësaj në krahët e gjestit me të cilën kanë shkëmbyer fjalë mjaft emocionale. Igli u pa e mërzitur dhe në lot duke u shprehur hapur gjestit se ka ende ndjenja për të, teksa tha, mua më qanë zemra që të jem prap mirë me ty. U shpreh ajo duke treguar hapur dilemat për raportin që kanë pasur. Ajo tha se ka qef që ta takojë edhe jashtë, ndërsa gjesti u shpreh dyzuar, duke thënë se nuk e di se si do të jetë agenda e tij pasi do jetë mjaft i nxënën me koncerte.